Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi me dersin e 26 në derset e historisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe mësimet nga jeta e tij. E kemi emërtu shkelja e marrëveshjes së Hudejbis, edhe pse shkelja e marrëveshjes së Hudejbis ndërlidhet me çlirimin e Mekës, mirë po gjithashtu janë disa ngjarje që zhvillohen në sajë të kësaj marrëveshje, pastaj edhe kjo marrëveshje shkelet sipas zhvillimeve që bëhen pak para se më u shkel kjo marrëveshje. Si do që tjetë, në dersin e kalum e kemi përmend që pejgamberi alayhi salatu wassalam, masi që hyni në marrëveshje paqe me mushrikët e Mekës, edhe u siguru për tyre që ishin armisht kryesor të tij, pastaj i rahatoi edhe jehudit e Hajberit, sidomos, edhe evitoi rrezikun e tyre një herë për gjithmonë, për Hajberit mos ka rrezik. E fitoj një farë komoditeti pejgamberi alayhi salatu wassalam që mu marrë tash me fise tjera, arabe, po mu marrë dhe me mbretër, edhe për ata i dërgoj mesazhet kryetarëve ose kryepleqnarëve të fiseve, po gjithashtu edhe mbretërve që i kishte për rreth, edhe për këto kemi fol. Mirë po, edhe pse mbretëronte një qetësi në Medinë, ose me thoni një citat paqeje, prap dolën do zhvillimet papritura. Për faktin se pabesimtarët edhe dhujtarët nuk heshtën ndaj komploteve dhe tentimeve për me sulmu Medinën. Varësisht se qysh jo mirë të mendja atyre. Kur mendonin se është momenti i përshtatshëm, ose mendonin se është dobësu pejgamberi alayhi salatu wassalam, bënin përpjekje për ta sulmuar. Këtu pastaj na dalin gjithashtu disa tentativa që me e destabilizu Medinën. Prej tyre është tentativa e fisit Gatafan. Fisi Gatafan, lufta që e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam me ta quhet lufta Dhat ar-Riqa ose lufta e leckave. Kështu i ka thënë. Lufta e leckave ose e harnave, me thënë. Pak më shqip. E që është për qëllim fisi Gatafan, që ka jetu ka rajoni Nejdit, që e ka pas afër Medinën, e të cilët kanë bë plane që me sulmu Medinën edhe mas Hajberit. Thuhet që kjo betej, disa historianë përmendin që kjo betej ka ndodhur para Hendekut, mirë po, e vërteta është se kjo betej ka ndodhur mas Hendekut, madje edhe mas Hajberit, sepse në këtë betej ka marrë pjesë Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili kemi thonë se pejgamberi alayhi salatu wasallam tu qenë në Hajber, ka ardhur Abu Huraira në Medinë dhe është taku me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Gjithashtu edhe Ebu Musa Eshariu merr pjesë këtë luftë. Ebu Musa Eshariu është prej atyre që kanë bërë hijret në Abisini, edhe nuk kthehen pe Abisinis tek masi përfundon Hajberi. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam tu kthy pe Hajberit, takohet me Ebu Musa Eshariu dhe muslimanët e tjerë, të cilët janë kthy prej Abisinis. E këta nuk janë kthy në Medinë, domthonë edhe Ebu Musa Eshariu nuk u kthy në Medinë, po edhe Abu Huraira nuk ka ardhur në Medinë vetëm se pas Hajberit. Si do që tjetë, këtu nuk ka ndodhur lufta, për arsye se secila palë u friksu për tjetrës, fisi Gatafan është friksu për pejgamberit alayhi salatu wassalam, gjithashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka pas të lehtë për arsye se ka qenë numër i madh i ushtarëve. Këtu për herë të parë pejgamberi alayhi salatu wassalam e fal namazin e frikës. Namazi i frikës është për qëllim namazin në rast të luftës, ku s'mundesh më me fal namazin që duhet në mënyrë të rregullt, për shkak të luftës ose betejës që duhet me ju kundërvy armikut, e që në Hendek e kemi përmend që pejgamberit alayhi salatu wasallam i ka iki kindia, edhe nuk e ka fal vetëm se mas i ka përëndu dielli, sepse s'ka mujt me fal se vazhdimisht aktivitet ushtarak, luftarak. Edhe këtu në Hendek nuk ka qenë hala i zbritun, edhe nuk ka qenë i legjësum namazi i frikës, salatul khaufi thënë. Ndërsa pas Hajberit në këtë luftën Dhat ar-Riqa
i bjen që ka zbrit ajeti që e lejon namazin e frikës, edhe këtu për herë të parë e fal pejgamberi alayhi salatu wasallam, sikur se thot Xhabiri, për herë të parë kena fal namazin e frikës me 2 rekate. E çysh falet namazi i frikës, kjo është temë vetë, ndoshta në fund dersit nëse na ku e përmendim pak. Është interesant një tregim këtu te kjo luftë, sepse kur përmenden luftat vëllazni, zakonisht përmendet vrasjet, sulmet, aksionet, zonet të rob, kështu me radh, edhe harrohen disa tregime të bukura, sidomos me pejgamberin alayhi salatu wasalam, që janë të bukura edhe në përveteja. E prej tregimeve është tregimi i Xhabirit radhiyallahu anhu, i cili është pjesëmarrës këtë luftë, edhe thot e kemi pas një deve me të cilën e kemi ujit tokën. Tash llogarit devja ose lupt përpara që i kanë pas populli jon, nëse e ka punu tokën me ta, u konë lodh. U konë lodh, sepse tokën me punu nuk është e lehtë, edhe devja për me nxjerr ujin nuk u konë e lehtë. Edhe Xhabiri radhiyallahu anhu me çaj fundit, sepse devën e lodh, edhe të vjetër, edhe të lodh për shkak të ujitjes tokës, e thot kur peshot dikush po më mshon devës për mas. Kur këshyri pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot i mshoj devës me një shtok edhe u lot. Thot filloi devja me hec, qatë shpejt u këfjell devja, doja pejgamberit alayhi salatu, sa që u dashke me nal se ju i kisha larg ushtrisë. E lasha shumë mrapa ushtrinë dhe u dashke me nal. Pastaj thot mu afru pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe po i thot se e ka marrë vesh që këtë ditë, domthonjë jo shumë larg, është martu Xhabiri radhiyallahu anhu dhe ka nevojë domthon për shpenzime, ka nevojë për pare, pe i thot Xhabirit, apo ma shet devën. Pejgamberi alayhi salam. Thot Xhabiri, veç që deve kena pas mas shpirtit. Unë edhe migja dhe këtë familja, me qëtoj kena bo punë të shpije, thot bujqësisë. Po merë marëm, i thonë, jo, i thash, po ta shes. Thot veç i thash, me kush që me mëqu dhejnë Medine. Do mos ta jap dhejnë Medine, se që shecën dhejnë Medine, tha moje dhejnë Medine. Pastaj, i thot Xhabir, ka pje bëzër me shku në Medine ka shpit, thotoj dërgu me Allahut, thot dhëndër i rijam, të më frek jam martu, po kam qef me shku më këtyt e gruja. Thot edhe, me kënë jam martu? Thot jam martu me filan Vejushen, Xhabiri radhiyallahu anhu i ri, djal i ri, edhe i ka morë Vejush, të më thonë gruën edhe më të vjetër se vetë, plus të martu me herët, i thot pejgamberi alayhi salam, o Xhabir, pse se marshe beqaresh? Të thonë ti beqar, i ri, nusën beqaresh, edhe i kështu përjetu disa momente knatësie, lumturie, ndryshe me beqareshe, ndryshe me Vejushen. Thotoj dërgu me Allahut Xhabiri, i ri, me i po i pjekun në mendje. Thotoj dërgu me Allahut, thot ka vdek baba të edin. Kush o baba i Xhabirit? Kush edin? Në i kujtuhet, e kena përmend këtë ders, e koni liver. është vra në Uhud. Abdullah ibn Harami. Abdullah ibn Harami ka pa ndër një ditë para Uhudit se ka mu vrau. Edhe thëtë Xhabir për t'ilon mutrat, amanet, kujdesu për ta, sa unë e ka mu vrau. Sa done, në mund nesërën, unë e ka me gjelin tem se kum pa ndër. E tash i Xhabirit, radhiyallahu anhu, e len baba i vetë Xhabirin edhe plët mutrat tjera. Edhe halla shumë. Po kërësë e këtipi interesujnë mutrat. Nona është lodhë. Edhe toj dërgumi Allah, te e din që babëm kanon veç me mutra. Mutrat e vogla. Edhe po ta qef me morë dikan, me morë një trej, sikur se mutrat e mija, kush mi qyrë mutrat? Kështu që po ta qef me morë një grua më të vjetër, e cila kujdeset për mutrat, i drejton, i nëreqi, krej, laun. Pejgamberi alayhis salam hesht këtu. Pastaj, më rrinë Medine, Xhabiri. Kur shkon Medine, ja qënë devën pejgamberit alayhis salam se ja ka shit. Edhe i thot pejgamberi alayhis salam depoistit të mallit të muslimanit, thot jepja port Xhabirit. Edhe e porët sa e ka bo pazor devën, i thot jepja edhe një 2-3 dinar ma tepër. I merë Xhabiri. Sa del që ti thot Xhabir, këtau. Merë devën. A i nërë. Thot ja menove që për e me doshtë më tablejuna, merë devën. E pejgamberi alayhis salam ka doshtë mja dhonë do pare Xhabirit, por nuk ka doshtë mja dhonë direkt. A di që mja thyja të krenarime, unë që na po të mojmë, që me sadaka e bëm, që une më smukon unë. Do thonë këto s'ka doshtë pejgamberi alayhis salam mja thyja Xhabirit. Po ka doshtë me bo këto në formë pazarit. Ma që devën po. Ka i mure parët, është qita devën. Ta shkur erdë Medine, pejgamberi alayhis salam pja e parët, pazarin, edhe pja këtën devën, dhe të merë. Merë devën, dhe të sa me nëve që po ta blejmë na devën, a jo be devja është jutja. E do më thonë më të vërtet, qastet bukura
këtij tregimi që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë vetëm ai që ka ditë me nxjerr kësi tregime edhe kësi margaritar edhe në momente të vështira, edhe në momente të luftës, edhe në momente të krizave. Që qëllimi ka qenë këtu Allah alem, po qëllimi ka qenë mos me ia thy krenarin e Xhabirit. Që Xhabiri me thonë, po unë jetem, baba më deq, unë i ri, po tash kusht mundet, kusht ban rahmet, kuna të kujtuna me unë sadok jaja, me pazar. Po e bojmë pazarin, tani në Medinë ta ktheja për devën, po thjesht gjatë qëtij rrugtimit mos me përjetu Xhabiri këto. Do thonë këtë thymje të krenarisë. Du më kthy edhe diçka këtu te një element. Ajo është se Xhabiri radiallahu anhu kur i tha pejgamberit alayhi salatu wasallam se e ku mor gruan më të vjetër për shkak që më kujdes për motrat e mia. Edhe më qytet. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk e çortoi as nuk i tha çka ke bërë kështu. Kjo është një argument vllazni për gratë tona, edhe për vajzat që presin më u martu. E që e kanë mush gojen plot, po flas për ato të zomat për besimtarët, e kanë mush gojen plot se unë nuk e kam obligim, as nuk duhet me t'i këshir prind, i thot burrit, as ato, këto bilet t'ia thot në fillim. Ama një herë martohen, mas anena tani, kur të martohet të thot unë se kisha obligim me t'i këshir fëmijët, me këshir prind, as motrat, as ato. Mirë, çka më botash? Ti kur jemi martuar, e ke ditë që kam babë dhe nonë të shtëpia, e ke ditë që kam jetu me tu, e ke ditë që kam motra dhe vëllazima të vegjël të shtëpia, po e ke ditë që po. E pse s'mi ke thonë më herët? Për një herë le të him ngar, të bëjmë pazarin e herë, po i tham kështu kushtimisht pazar, tani e bëjmë këtë muhabete. Ndërsa me i këshyr gruaja kur vjen te burri, mu kujdes për familjen e burrit është nder, është suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke pas parasysh që Xhabiri nuk e ka ndërshtu, ose e ka miratu Xhabirin në ato që e ka vepruar, dhe çdo miratim i pejgamberit alayhi salatu wasalam është sunet. Është vërtet se ka obligim. Mirë, po është sunet, është nder, është islam, është mirësi, është bamirësi, është mëshirë, është çka dushti. Mirë, po ky feminizmi i cili ka filluar me hyrje në përdyrë që s'duhet me në përdyrë të atyre që falen edhe zëhën, edhe i shohim që sot femrat muslimane ose gratë muslimanëve zakonisht i këshyrin hadithet edhe i mësojnë hadithet të cilat kanë bojnë me çdo punë. Unë se kisha obligim këto, se kisha obligim ato, se kisha obligim këto. Mirë, se ki obligim. A s'është mirësi? A nuk është nder, a nuk është islam, a nuk qenë ka për i sunetit që mu kujdes? Këto po e thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, sepse po jam relatën Xhabirit duhet me pas parasysh duhet me pas parasysh. Pastaj pas kësaj lufte ndodh një luftë tjetër e cila quhet lufta e Mu'tes. Mu'te është një vend, alo sot ekziston, është qytet i vogël në Jordaninë e sotme. Edhe pejgamberi alayhi salatu quhet domon lufta e Mu'tes për shkak të vendit ku është bë lufta. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, shkak i kësaj lufte është se kur pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë mesazhet tek mbretërit edhe tek kryetarët e fiseve, edhe tek guvernatorët e provincave, kur e ka dërgu emisarin e vet, Harith ibn Umairin, tek mbreti i Busras ose valiju i Busras, i cili ka qenë ma poshtë në fakt më nalt se sa Jordani, se Busraja është në Siri, Sudit, ndërsa Mu'te është ose edhe Belkaja është në Jordaninë e Sudit. E këtij emisarit pejgamberit alayhi salatu wasallam i del në rrugë njerëz edhe ushtria e Shurahbil ibn Amr al-Ghassaniut, i cili ka qenë vali i Belkas. Belka gjithashtu është një krahin në Jordaninë e sotshme. On është afër kufinit me Arabinë Saudite, po në Jordani është. Edhe e marrin këtë emisar të pejgamberit alayhi salatu wasallam, e lidhin edhe e mbojnë të lidhur derisa vdes pa bukë dhe pa ujë. Domthonë e vrasin. Mi po e vrasin një mizore. Në vrasja e deleguarve, ambasadorëve është krim. Kjo sot në ligjet ndërkombëtare me avro ambasadorin dikujt është me shpall luftë. Ma nëse shteti avret ambasadorin i shtetit tjetër, i ka shpall luftë. Ma kështu thuja se janë ligjet ndërkombëtare pse janë të shkruar, po kjo dihet se. Kjo e para, e dyta pejgamberi alayhi salatu wasallam ka vret që fisi Gasan, që ka jetu në Sham, në Siri dhe në Jordani të Sudit, të më thonë nuk janë të rahatshëm. Her pas here po bojnë lëvizje, her pas here po bojnë përpjekje për me sulmu Medinën, edhe e përgatit një ushtri me 3.000 ushtarë, edhe i thotë me shku me luftu me ta. Edhe nisët. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk po merr pjesë në ta.
Mi po i dërgon ushtrim, po i dërgon shokët e vet më të mirë. Edhe po i cakton komandantët. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, komandanti i ushtrisë është Zejdi. Zejd ibn Haritha. Kush është Zejd ibn Haritha? Zejdi që ushtrit shpejt pejgamberit alayhi salatu wasalam. Që ka thonë i biri Muhamedit, po u koni birsum, do mos është e vërtetë, është Zejd ibn Haritha. Që ka qenë i dashur i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj thot, nëse vritet Zejdi, kjo është shenjë që Zejdi ka më vrarë. Mirë, po pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, kur të vritet Zejdi, vjen Xhaferi. Po thot, nëse vritet Zejdi, vjen Xhaferi e merr komandën. Nëse vritet Xhaferi, edhe Xhaferi pas ka më vrarë. Nëse vritet Xhaferi e merr komandën Abdullah ibn Rawaha. Edhe nisën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i përcjell deri te Thaniyatul Wada, deri te ngushtica ose gryka Wada i kanë thonë. Gryka ku zakonisht musafirët e Medinës i kanë përcjell deri aty dhe kanë thonë lëm të mirën. E pejgamberi alayhi salatu wasalam deri te ajo gryka ngushticë, on gati te mikati i Saudit ku shkon në Medinë, ku është mikati për munis për Mekë, gati çaty është. Deri aty ka përcjell pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe tu i përcjell ajo dhe familjarët e ushtarëve, tu i thon kujdes, thirrni njerëz në Islam, nuk bëfshi musliman, mos luftoni kundër tyre, mos varroni plesh, mos varroni njerëz që janë pjesëtar të luftës, janë nëpër shtëpiat veta, nëpër ora, nëpër vend adhurime, mos vresni fëmijë, mos vresni gra, mos prishni ora, mos preni dronj, pem. Këtë po ja thot kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe unesel. Pastaj kur më rrin në vendin Me'an gjithashtu është qytet Jordansit. E morën vesh muslimant se Herakliu me 100.000 ushtar ka ardhur te fisi Gasan. Edhe Gasanet me do fise tjera i kanë bën 100.000 ushtar, 200.000 ushtar i kanë përballë. Sa janë muslimanët? 3.000. Sot matematikat e sotit 3.000 ushtar me luftu kundër 200.000 është vetvrasje. Edhe për ata sahabët me të drejtë fillon me diskutu. Apo him luftë, as po him. Apo i çojmë lajm pejgamberit alayhi salatu wasallam se na dul diçka e papritur, se këta e kanë llogarit 10-15.000 ushtar, 20.000 mas shumë të fisi Gasani bojnë edhe luftojnë me ta. Amo 200.000 ushtar, 200.000 ushtar me buk me gjuj 3.000 ushtar i vrojnë, i mysin. E lejmo me shigjeta me shtisa. Edhe thënë ai lejmërojmë bëre pejgamberit alayhi salatu wasallam që le të na çon ushtar hala. Po me makallallak. Ndërsa Abdullah ibn Rawaha thuhet që kur i kanë përcjell familjarët e vet në Medinë, gjithë familjarët i kanë thonë hajde inshallah shkoni e kthehi, veni mirë, e veni triumfues e fitus. Abdullah ibn Rawaha po i thot gruas vet dhe fëmijët vet unë s'kthejna. Mos u pritni se unë s'kthejna. Domthonë transmetohet kjo dhe Allah alem ndoshta kjo është ajo ndjesia që Allahu ja jep njeriu pak para se me vdek. Edhe Abdullah ibn Rawaha quhet dhe amoni fjalem, thotë musliman. Kur kena luftuar për numër? Kur i kena posë në numrat njëjtë me kundërshtarin. Nësë një luftë si në konë me numra barabarna. Gjithmonë në konë ma pak. Gjithmonë më të përgadet. Do më mos e ma pak të përgadet. Gjithmonë ma pak armatim. Nësë luftoj me numra. Na luftoj me diçka që quhet iman. Edhe këtu i në ardhë. Ja kena me fitu, kena më këti fitus. Ja e fitojmë shahid lëku, në obami shahid, inshallah. Edhe ja mon këtë fjalim, sahabët të në kry. Në jesër kësmet, po im luft. Edhe afrohen të një fshat që tash është qytet në Jordan. Atër ka qenë fshat, është qujt, edhe aty janë pozicionu, ndërsa pranë tyre 200.000 ushtar, romak, arab, idhujtar, krishter, krejt bashkë. Edhe fillon betejë në ditën e parë, edhe dytën sulmuan muslimant. Romak të habitën. Thonë një ushtri ka që e vogël, me na sulmu neve, do ka shtrima, edhe e pësoj një farë atoko, një farë sulmi, kështu të brendshëm. Edhe mendojnë që me të vërtet janë shumë të fortë, edhe ditën e parë, edhe dytë muslimant, betejë është favor të muslimanëve dhe është një farë ndjenje e disfatës tek romakët kështu e brendshme. Ditën e tretë, romakët sulmojnë tash. Kur i sulmojnë, më të vërtet ka qenë ditë e rëndë për muslimanët. Ditë shumë e rëndë, 3 komandanta që i ka emëruar pejgamberi alayhi salatu wasallam, 8 janë vrarë këtë ditë. Është vrarë i pari Zejdi. Pejgamberi alayhi salatu wasallam tukon Medinë i ka mbledh sahabët, edhe pja vjep lajmet. Kjo është mrekulli. Tukon Medinë, po ja vjep lajmet se çka u të ndodh, sikur me qenë korrespondent. Sot, do vonë sikur se me qenë korrespondent i ngjarjeve të motës që i ka 1600 kilometra. Edhe pa i thot sahabëve, u vra Zejdi, e mor komandën Xhaferi. Me i mas të i kohë, për i thot, u vra dhe Xhaferi. Lot për shkojnë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sepse e ka ditë që kanë më vra.
Se kur ju ka thonë në vroft kë, vjen kë në vroft kë, e ka ditë pejgamberi alayhis salam që kanë më vrop, ose ka thonë direkt. Edhe lët po i shkojnë për arsye se këta janë njerëz më të dashur pejgamberi, ose për më të dashur. Zeidi ka qenë njeri që kur s'ka mujt kërkush mi fol pejgamberit alayhis salam, ka thonë nëse mundet mi fol dikush është Zeidi. Nëse ngan dikane ngan Zeidin. Ndërsa Xhaferin e ka pas djalë të minjës pejgamberi alayhis salam, e ka dashur me shpirt. Qashtu Abdullah ibn Rawaha. Thot u vro Zeidi e mur komandën Xhaferi. U vro thot edhe Xhaferi. Mos dikua. E mur komandën Abdullah ibn Rawaha. U vro Abdullah ibn Rawaha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon lajmet vazhdimisht kur mi pon televizorët. Edhe lot spejnal. Edhe mos u vro Abdullah ibn Rawaha thot, çfarë është të ka marr komandën një shpat për shpatave të Zotit. Kush është? Khalid ibn Velidi. Khalid ibn Velidi, çush ka ndodhur me Khalid ibn Velidin? Kur janë vro këta tret, komandantët që i caktoi pejgamberi alayhis salam u vro. Edhe tash mos me qenë dakordon musliman me zvete, mos me qenë të lidhur njëri me tjetrin, këtu kanë mujt me humb kontrollin, pse kanë me zell tash edhe mu bë rrëmuj. Mirë po don Allah i lartësuar që muslimanët me i rujt me imanin e tyre, edhe me vllazëllakun që i ka vllaznu, edhe ngritët njëri prej sahabëve që ka qenë Ibn al-Arqam, e me së në kujtojt i plotash, po Ibn al-Arqam, filan Ibn al-Arqam, thët o burra, o muslimat, thët o vrajtën komandant, du të me saktu dikanin flamurtar. I quen ata sahabët të në ty, thët jo kur vëllaj. Thët po pja upëm Khalid ibn Velidit. Khalid ibn Velidi e merë flamurin. E merë flamurin edhe merë komandën. Edhe fillan pastaj me luftu. Të Xhaferi, radiallahu anhu, e përmendin masanena, thonë që kër e kanë mbledh, domethënë kër e kanë marrë kufomën e tij me varros, Abdullah ibn Omeri thotë unë kam qenë ushtar, edhe jam kanë e kam pa me sytë e mi. Thotë më tepër se 90 goditje i ka pas në trup. A shpata, a shtiza, shigjeta që ka mos. Mon kretu kanë shosh trupit. Asnjë se ka pas më rapa këtë përpara. E Xhaferit radiallahu anhu e kanë kput krahin e djathtë. Luftu, u kput krahin e djathtë. E ka kau flamurin me krahin e majt. E kanë kput edhe krahin e majt, e ka kau flamurin me me lëra, me këtë supët, edhe që ashtu e ka majt flamurin deri sa e kanë vrarë. Për arsye se mbajtja e flamurit lart ka qenë simbol e forcës edhe i rezistencës e flamuri ju në të hecë. Të hanë mirë jemi në luftë. Në momentin kur ka ra flamuri edhe u përplas flamuri për të, kjo është llogarit që e homo betejen. E për ata, Xhaferi radiallahu në këtë formë, po i reziston dhimbjeve që me mbajt flamurin edhe me mbajt moralin e luftës tek muslimanët dhe me pa që s'ka ra flamuri hala. Pastaj Khalid ibn Velidi e merr komandën edhe lufton. Khalid ibn Velidi dihet. Khalid ibn Velidi. Edhe qatë ditë që e merr komandën i reziston të qysh luftës me vështirësi. Natën e ban planin. Tash Khalid ibn Velidi, prej strategëve më të mëdhej të luftës, edhe ndron strategjinë e luftës. Komandantët që i ka pasur në djathtë të shtrisë, i qet ka e mojta, ata nga e mojta i qet djathtë. Ka lërzve i thotë rrini ju mropa. Të honë mos hajde me neve. Na ju afrohemi një herë vendit fush betejës, ju vini mas neve dhe i bani plohën të madh. Sot mundi me po plohën, le të mendojnë romankët që janë të naor forca të reja, dhe më të vërtet kështu mendojnë. Edhe kur e shohin ushtrije ndryshe. Domethënë deri dje kanë po do figura që ne, tash pishohin do të reja. Kënej pishohin do, ata s'pe kuptojnë që është përzi. Ushtria po mendojnë që me të vërtet ju kanë naor forca dhe fillon ata me e ndini far presioni se po rritet ushtria muslimanëve që ata që janë kom. Mirë po, strategjia e Khalid ibn Velidit, radhiyallahu anhu, o ardahum, edhe luftojnë. Mirë po Khalid ibn Velidit tash për interesën mu tërhek për fush betejës se nuk luftohet. Fështiron për luftu kështu. Po për interesën mu tërhek për fush betejës pa humbje. E kjo është mençuria dhe kjo është gjetoria që qysh me i tërhek në momentin kur s'mund me luftu të qysh mu tërhek pa humbje ose me pa humbje. Edhe fillon Khalid ibn Velidi mu tërhek. Kada ka dole pjesë, tu tërhek edhe del largohet prej fush betejës. Romakët mendojnë që kjo është trik, kurth e luftës, edhe nuk ju lëshohen për mbrapa. Edhe kthehen për vendet romakët, kthehen ata edhe muslimanët vinë Medine. Kur vinë Medine, Khalid ibn Velidi fillimisht për me tregu shpërsinë e luftës, thotë 9 shpata mu kanë thënë luftë. Kjo tregon se çfarë goditi ka pas Khalid ibn Velidi. Thotë 9 shpata mu kanë thënë luftë. Mbas moromi njot Jemenit, u shkoni njoftën e shpata e Jemenit, thotë që em ka qenë rrumë, që ato kom luftu mas moromi, për ndryshe, manë i kom bë fije me fije. Radiallahu anhu. Kur vinë Medine, disa prej medinalive, sahabëve,
I thënë, o të të cona, o frikacak, keni ikë për i luftës. Sepse ju jenë lojme që janë të rjekë. Pejgamberi alayhi salam janë të cona këta. As nuk janë frikacak, as nuk janë të rjekë, po këta kanë me sulmu prap, insha Allah ta'ala, dhe më të vërtet ndodh, ajo që ndodh pastaj betejën e Jarmukut, që është në kohën e Abu Bekrit mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, është betejë interesante gjithashtu që udhëheq Khalid ibn Walidi. Te fëmijët e Xhaferit, ose të Xhaferi radhiyallahu anhum, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam kur merr vesh që vrau Xhaferi, thot bëmi fëmijët. Ja bëjmë fëmijët e i merri për qafë. E tu kojt pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe sheh gruën e vet që edhe ajo po kon. Edhe po thot o këta jetim kush i këshyr mo. Kush mirët me këta jetima mo. E pejgamberi alayhi salatu wasalam thot t'ja bëj fukarallëkut po ki frika. Qysh friksohesh për fëmijët e tu kur kujdestari tyne në dynjë dhe në ahiret jam une. Të ndeksha unë urije kanë me vdekë edhe këta. Për ndryshe sa të kam unë me hangër, këta s'kan me pas kur mungesë të ushqimit dhe këta kanë me hangër. Ma në bo kujdestari tyne, pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe kujdestari tyre gjithashtu edhe në ahiret, do më thonë çka kujdestari tyne? Të thotë që do të trajtohen ditën e gjykimit sikurse me qenë tamam pejgamberi alayhi salatu wasalam kujdestar edhe veli i tyne. Shifrat e të vranëve në këtë fushë betejë është interesant. Me 3.000 ushtarë, përballë 200.000 ushtarëve, me pështu me 13 të vranë, subhanallahu, këto veç mrekullia e Allah të lartësuar ndihma e tij, gjithashtu pastaj edhe gjeturia edhe plani i Khalid ibn Walidit, i cili më të vërtet ka qenë i mençur. Pastaj pse janë vrarë peromagëve dhe gasanëve atyre tjerëve nuk dihet, dikush e përmend që 3.000, dikush 4.000, por kryesisht janë vrarë me shumicë, sepse ata kanë nisë ma në pranë njëri tjetrit troq, ndërsa këta sahabët kanë nisë pak më gjanë se u zhdasht mes xhanur rrithin për shkak të numrit vogël që kanë pas. Kryesisht 13 shahida të muslimanëve, alejna Allahu alem, po domthon me mia po. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam kur flet për ngjarjet e kësaj lufte, flet edhe për shahidat. Edhe thot nuk janë pishman, nuk jemi pishman pëse ata s'janë me neve për të vramit. Thënë djetarët këtë fjallë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam kur Allahu i ka lajmëruar se çfarë shpërblimi po morën ata. Ndërsa një transmetim tjetër thot edhe ata nuk ndihen keq pëse s'janë me neve, për arsye se janë shku dikun më mirë. Edhe i ka marrë Allahu i lartësuar shahida insha Allahu ta'ala. Pastaj e kemi, para se me dolë të një betejë tjetër, është një mësim i madh këtu. Vllazëri Khalid ibn Walidi sa u bë musliman. Khalid ibn Walidi u bë musliman mas Hudejbijës, domthon pak muaj ka që u bë musliman. Don kjo ka dëshmëri e tina që më herë më marr përgjegjësi, edhe me qenë nivel përgjegjësisë, edhe ka dëshmëri e tij që më punu për Islamun e diçka që ka punu që deri tash ka punu kundër tina, unë do më punu më herë, on më të vërtet kjo vrehet në shembull, këtu del një shembull i rrallë i Khalid ibn Walidit që pak muaj pas Islamit me marë udhëheqjen e ushtrisë, me udhëheq qysh duhet, edhe me kthyn Medinesh në Shemir, edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam m'ia dhon gjitha këto lëvdata për arsye se më të vërtet Khalid ibn Walidi shihet që ka qenë i jetur për këtë Islam, po diçka e ka pengu që s'u bë musliman. E ka qenë i jetur për këtë Islam edhe në momentin kur u bë musliman, e shen që ka bë. Ndërsa ne, a jemi të jetur për udhëzimin që na ka thënë Allahu ajo? Ose 2-3 ditë e para, fluturojmë pastaj i kthejmë normalitetit edhe i kthejmë rrafshit. A e vlerësojmë udhëzimin, sikur që ka vlerësuar Islamin Khalid ibn Walidi, i cili ka qenë i gatshëm, kaq më një herë, edhe për kaq pak kohë, ka qenë i gatshëm dhe i përgatitur për çdo detyrë që i jep pejgamberi alayhi salatu wasallam. Çdo shërbim ja krij pejgamberit alayhi salatu wasallam. Veç amurdhën unë e kryj shërbimin. Ndërsa ne mas kret këti udhëzimi, mas kret kësaj kohe të udhëzum, çka jemi të gatshëm me bë? Çka jemi të gatshëm me dhon? Ha? A jemi të gatshëm me dhon këtë këshilla? Po si jemi të këtë këshilla, vëllazni? Sepse dikush mendon që e jep një këshill, e përcjell një hadith, e ka lexuar një hadith, e përcjell një hadith edhe o kryu në punua për Islamin, saqë sonë mdalin hakësh këtë muslimanët. Jo, për kjo punë është e tjetër kujna. Ti do të më mshel një shtek tjetër. Khalid ibn Walidi këtu nuk ka filluar me tregu derse. E me shpjegu me mësime, e feke, akide. Khalid ibn Walidi e ka zonë shtekun e vetë. Apo doni për luftë po, që ku jam unë? Që doni? Që këtë doni lëpni une?
e kry jam i gatshëm me kry. E kështu që secili prej neve do të më gjel me shtekun e vet vëllazë. Çka jam i gatshëm me bë mas krejt këtij udhëzimi, mas krejt këtyre vjetëve që Allahu të mojt të udhëzon mua. 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet Allahu të mojt udhëzon. Nuk më ka humbur udhëzimin që ka humbur të tjerëve. Më ka rujt udhëzimin që nuk e ka rujt dove tjerë. E unë sot jam me namaz. Jam me interesant çka është harami, çka është halal, çka është ndaluar. Do kjo është udhëzim dhe kjo është një produkt shumë i vlefshëm. E unë e vlerësoj këto ajo. Çka jemi gatshëm me bë për këto? E do të më bëj diçka që Allahu pastaj më na rujt udhëzimin, Allahu na rujt udhëzimin deri në vdekje. Pastaj e kemi të nderuar vëllezër një luftë e cila quhet Betejja Dhat Salasil, e cila thuhet luftë, por nuk është zhvilluar lufta për shkak se çashtu kanë qenë rrethonat. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka marrë vesh se fisi Qudah ka nevojë për me eduku. Fisi Qudah ka marrë pjesë me romakët kundër Khalid ibn Velidit luftë. Tash pejgamberi alayhi salatu wasalam po dal me shku me eduku ata. Edhe e cakton Amr ibn Asin në krye të 300 ushtarëve. Amr ibn Asi sa u bë musliman edhe ai. Amo komandant. Pse e caktoi pejgamberi alayhi salatu wasalam këto komandant? Veç me apo çefina? Veç që erë frikë me forcu islamin, jo vëllai. Si të mos e kish merituar Amr ibn Asi më kanë komandant kurse kish pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë po për shumë pak muaj Amr ibn Asi u adaptoi shpejt mësimet e islamit. Edhe i mur ato dhe e kuptoi rëndësinë e islamit, edhe e kuptoi që duhet me punu për islam dhe me bë për këtë islam. Edhe për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam Amr ibn Asi në sakton krye 300 ushtarëve, shko te filan fisi edhe ti ditë çka bën me ta. S'ka nevojë me shpjegu gatë. Po unë vetë se jam mordh, unë se jam i ri, se jam nisë më fal i ri, që 3 vjet halo i ri kamet, që 3 vjet falet, unë halo i ri s'pidi ranet, kur do me mësu aty ranë, Allah? Kur do me mësu, diçka do me bë për fej? Kur do me mësu ti me gjetë venin tanë, ku është shteku jëtë, për me ndihmu këtë fej dhe këtë islam? Kur do me mësu që nëse të thret hoxha, nëse të thret davet, nëse të thret vendi, do të më thonë po, okay. Jo më janis me kallëzu dersat. Jo, nëse jam këtu se ti s'u dosh më thirr këtu, dosh më thirr atje, unë kam pas vendin dikon tjetër, unë di edhe më shumë, 500.000 filozofina, as bën kurrë, as limit kurrë, as nuk zbrop kurrë të kiç. Ndërsa Amr ibn Asi për pak muaj komandant me cakton pejgamberi alayhi salatu wasallam. S'është lehtë me caktu komandant, sepse e shohim që pastaj në komandën e tij e dërgon Omerin edhe Abu Bekrin. Omer dhe Abu Bekri kanë mujtë mi thonë, oj dërru me Allahut. Me hapën ibn Asin deri dhe kena luftu, halo shpotat i kena me gjak njëm tina, edhe ti pëdan me nëjë saktu komandantat, ja s'ka kështë. A ka saktu pejgamberi alayhi salatu wasallam po, Amr ibn Asin po, para 5-6 muaj u musliman po, urna, okri, unë e masteje. Edhe, kur mërin Amr ibn Asin, te fisi, Qudah e shë që edhe ta janë numër i madhë. Edhe në orë, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, është vështirë me një luftë. Më vynë haloshta, ja qenë edhe 200 tjerë. Në mesin e tyne Abu Bekrin, Omerin edhe Abu Ubejd ibn Jarrah. Abu Ubejd ibn Jarrah e ban komandant të këtyre 200-ve, tesa ti bashkohen Amr ibn Asi. Kur shkon te Amr ibn Asi, tash 2 komandanta. Kështu komunikimi mes komandantave, që ka qenë atëherë, plus është momentet luftës, që ndodh komunikimi jonë sot. 2 detyra mi marr. Dikush për muslimanëve, e sheh që ndeshin njëri me tjetrin. Jo më tha, jo unë dosh që to me bë. Jo ti pse e bone? E unë e bona ti më morës më morë. Abu Ubejd ibn al-Jarrah shkon te Amr ibn Asi, thot ka pejgamberi alayhi salatu ka dërguar kryen të shinë ushtarët e tij. O kry, thot falu mas meja. Kur ka ardhur namaz, thot falu mas meja se unë jam komandant më i hershëm. O kry, Abu Ubejd, Omeri, Abu Bekri falen mas Amr ibn Asit, edhe i marrin urët e Amr ibn Asit për arsye se s'ka të hanë urdhë, emiri emir, komanda komand. Edhe bëhen 500 ushtarë. Pastaj, nga Afrika e 500 ushtarëve, fisi Qudah ik. I lëshan pozitat edhe ik, shka përderdhës. Më shifet, ka të mundët, edhe Amr ibn Asi ma nuk keni luft me ta. Mirë po e mori mësimin. Dhe ma në fisi e mori mësimin, edhe mos ja mërmendja me mësy kormeni. Bas ty në luftave që i përmenë vlasni. Ma asni fisit nuk ja mërmendja me ja mësy Medines. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam me tregoj vetin. Edhe ja u dha mësimin të gjithëve. Këtu ka ndodhur një tregim interesant me Amr ibn Asi. Që Amr ibn Asi ka qenë edhe i meqëm, njëri i meqëm. Amr ibn Asi ka qenë imam i 500 ushtarëve në namaz, edhe imam edhe udhës në ushtrim komandë. Edhe një ditë kur ka dalë me fol sabahin, është bë gjunëp.
Edhe thot, deri në i farë letësime, diçka thot, jo, do të mulo me ujë. Thot, vallahi mulo me ujë, në këtë ftaft, me ujë të ftaft, edhe me myt vetin jakur. Pa morë temëm, selam. Edhe ka morë temëm, edhe u fol imam, kretë sahabët mastina me temëm, edhe pse nuk kanë qenë halo të bindun plotësisht se banë më falë që të formë. Edhe Amr ibn Osi falë në përmasit. Kam avdesun, kam temëm. Shkojnë të pejgamberi alayhis salam, sa man kohën, thënë Amr ibn Osi është falë gjënëbë, i dërgumi Allahut. S'është pastru. E thirë pejgamberi alayhis salam. Thëtë Amr, që ke po? Pse thëtë si pastru? Thëtë i dërgumi Allahut. Më në gjesë i hershë. Ftaft. Uji ftaft. Me myt vetën, thëtë Allahu i lartësuar në Kur'an ka thënë, wala taqtulu anfusakum. Inna Allah kana bikum rahima. Mos e mytni vetën e juve, sepse Allah është i mëshirshëm. E Allah është më i mëshirshëm se unë me myt vetën. Pejgamberi alayhis salam kesh. Edhe jamiratan Amr ibn Osit ishtihadi që ka. Dohon me temum i ka zbrit më herët, me temum është lihu me marrë avdes. Ama mu pastru deri që të moment si kanë ndodhur kërkujna Amr ibn Osi i pare ka bo. E që është ishtihadi tina, veç sa u bo musliman. Për 5-6 muaj mirë, bo njeri i me që vëllah shfridzan me nëqërin. A i dishmi, a i që ka përvoja, kur t'ja nisë, kur t'ja afrohet islamit, kur t'ja me praktiku islamin, ato përvoja të mire që i ka të t'mi bartë në islam, të t'mi apo hajrin edhe islami. Pra ta me Amr ibn Osin që pjarëshojnë hajrin sahabët për 4-5 muaj që e farë dispozite. Edhe pejgamberi alayhis salam i bosqeshi tha mirë ke vepruar. Edhe kjo është kuptuar pasaj pe Amr ibn Osit që ai i cili nuk gjon ujë ose nuk mundet me përdor ujin, friksohet me përdor ujin, kur është gjunëb, merr tejemum dhe tejemumi i zaventsen edhe goslin të gjunëbllëku. Radiyallahu anhu wa ardahu. Mirë. Pastaj vllaznie kemi shkeljen e marrëveshjes së Hudejbis që thashë kemi emërtu në fillim këtë ligjërat. E që shkelja marrëveshjes së Hudejbis para prinç linimit të Mekës. Marrëveshja e Hudejbis e kemi shpjegu, i ka pas disa pika. Në mesin e pikave ka qenë që kush don prej fiseve me hin në aleancë me Kurejshetët hen, kush don me hin në aleancë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hen. Edhe kur të hin në aleancë bëhen sikurse më kanë një. Tani domon nuk lejohet me sulmun e tjetrin. Edhe fisi Banu Bekr hin në aleancë me mushrikët e Mekës, ndërsa fisi Khuza'a hin në aleancë me pejgamberin alayhis salam. Këto fise kanë jetu pranë njëri tjetrit. To ose dy katone më kanë. Për shemb, ose dy vend banime. Edhe tash, sipas marrëveshjes, këto fise nuk bën me muslimin e tjetrit. Për arsye se janë bë pjesë e marrëveshjes, edhe Banu Khuza'a është bë sikurse me qenë Muhamedi alayhis salam në marrëveshje, ndërsa Banu Bekr sikurse me qenë Kurejshetët. Mirë po një natë, fisi, domon burrat e fisit Bekr, e shfrytëzojnë natën e errët, e shfrytëzojnë momentin, edhe hynë të armatosur të fisi Khuza'a dhe vrojnë çka të mund për burrave. Këtu edhe Kurejshetët i ndihmojnë, edhe me armatem, edhe me kual, edhe me luftarmile. Edhe vjen Amr Khuzaiu, të pejgamberi alayhis salam me dinë thonë, oj dërgumi Allahut, na kanë vrarë Banu Bekr. E pejgamberi alayhis salam mërzitet, mirë po thot, pas ke fitu o Amr, ke fitu. Do fituria është e juve edhe pse jeni vrarë. Edhe prej këtu jep sinjal pejgamberi alayhis salam që marrëveshja u kupohet. O prish marrëveshja, që tash mas marrëveshjes ta këshymi çka po bëjmë. Pastaj Kurejshet i bin pishmon, pendohen që kanë bo. Edhe dërgojnë Ebu Sufjanin me dine me përtëri marrëveshjen se pranën kërkush me dine Ebu Sufjanin. As vajza e vetë se pranën. Bile në shpet, kur të hen në shpet saj Ebu Sufjani, për më ullë në shtrat pejgamberit alayhis salam, vajza e atë shtratin, ti je mushrik, je pa besimtar, me ullë në dyshek pejgamberit ku fleni dërgumi Allah t'i asbankja. Edhe hek dyshekun, shkon të pejgamberi alayhis salam, nuk i kthen gjavab, shkon të Ebu Bekri me ndërmjetësu Omeri, thot jo s'ka. Edhe kthehet Ebu Sufjani në Mekë, e kupton që marrëveshja u shkel, e kupton që ma nuk jemi në paqë, tash çka ndodh, vetëm një Allah e din, ndërsa Ebu Sufjani thot vetëm Muhamedi çka të vepron tash, sepse marrëveshja u thy. Mirë, pastaj kësoj shkeljes së marrëveshje, kjo shkelja marrëveshjes pason me çlimin e Mekës, që është temë vete, mi punë do t'i përmendi disa dispozita të cilat janë lehtësuar gjatë kësaj kohe. Prej dispozitave është tejemumi. Tejemumi ka ndodh, lehtësimi i tejemumit ka ndodh në luftën Banu Mustaliq
në shpifjen kur e kanë bërë Aishës radhiyallahu anha. Edhe është vanu ushtria tu e prit Aishën, e cila ka shku me kërkuat qaforën që i ka rënë. Edhe derisa janë vanu, e kanë pi ujin, e kanë harxhu, sepse ujin Arabët para e kanë llogarit që ky ujë në sa distancë mund na me ecë me ta. Edhe kanë marrë rezerva të ujit që çat distancë me kalu. Mirë, po kur janë vanu, tash ujin e kanë harxhuar, kanë vetë pa ujë. Me marr avdes, çka me pi. Edhe po presin. Thot Aisha radhiyallahu anha, u vanu, edhe e kishit pejgamberi alayhi salatu wasalam kokën pranin tem, edhe Abu Bekri shejke ka shpina qëtu, a bëshesh ka nabone, a bëshe në valove, tash kena vetë pa uj, shpe mor avdes, pejgamberi sallam s'pa full. Derisa, duke qenë këtë gjendje, zbret ajeti i tejemumit. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i ordon sahabët me marrë tejemum edhe falen me tejemum. Është interesant këto në detaj i vogël. Njëri prej sahabëve, prej ensarve, është Usaid ibn Khudayr. Dikush kur e ka gojën me vëlla me mjalt, kur e ka gojën klime me mjalt, i dalin fjalë të amla, çfarë dush me i thonë. Se në këtë moment njëri mund me folë gjithçka. Mirë, po Usaidi thot i drejtohet Abu Bekrit të Aishës, thot nuk është bereqeti i parë i juve që nuk është tjera parë që jap shumë i hajrin, shumë herë jap kemi po hajrin juve. Domethënë, për mos me bë mendi Aishën se abishe qysh na vanove ti shkaku i jetë qëre e humpom maranin, e humpom distancën, tash s'kemi ujë, po i thot kë nuk është bereqeti i parë për juve. Sa herë kena po hajrin juve, kena pas bereqet për juve, sepse ju u bot shkak, familja e Abu Bekrit u bot shkak që Allahu e zbriti ajetin e tejemumit që është lehtësim. Pastaj namazin e frikës, gjithashtu u ligjsu gjatë kësaj kohe, që e përmendum te lufta Dhat ar-Riqa, kemi harru me përmend pse u shquit lufta e leckave, sepse sahabët atë s'kemi pas qerapa as mbathje për me moth. Edhe i kena marrë doharna të lecka, i kena pështjell kam që mos me hes dath. Sa që ka prej sahabëve, e nejse e transmeton të kum pa prej sahabëve, që edhe thajt ju kanë ra, të kanë vetë të hec. Me i po s'ka. Nuk ka me thonë, Allah, po më dhe më kanë ma qëtu, ka diçka me disi, qëtu s'po më i marrë shkani jo. Ja, në manë urdhër, pejgamberi alayhi sallam fjala e tij është vendimtare, edhe përkundër këtyre vështirësive kanë vazhdu luftën edhe në kthy çashtu. Pastaj këtu monte te lufta Dhat ar-Riqa ka zbrit ajeti që e tregon formën e namazit luftës, domon 2 rekate e fal imami, 1 rekat e fal me gjysmën e ushtrisë. Pastaj ushtria që e gjysma quhet e fal edhe 1 rekat tjetër i ban 2 dhe hec, vjen gjysma tjetër e ushtrisë, e fal 1 rekat vet, edhe rekatën e dytë pastaj e falin me imamin i cili është të i prit për me fal rekatën e dytë. Kjo nëse bëhet lufta ball për ball. Për ndryshe sot do të lufta bëhet ndryshe. Pastaj në këtë kohë për dispozitave është ndaluar edhe ngrënia e mishit të gomarit. Sikurse është ndaluar martesa e përkohshme. Martesa e përkohshme shariati se ka leju kurrë monument këtë. Me ardhë ajet ose hadith me thonë martoni përkohësisht, kjo s'ka ndodhur kurrë. Po shariati ka ardhë, Islami ka ardhë dhe ka gjetë diçka që quhet martesë e përkohshme, edhe nuk e ka ngusnja. Derisa i ka ardhur koha me ndalu. Sikurse ka ardhur shariati dhe i ka gjetë alkoolin për hapur njerëz. Shariati kurse ka leju alkoolin, po e ka gjetë për hapur njerëz, e ka vonu ndalimin e alkoolit. Edhe këtu e ka vonu ndalimin e martesës përkohshme, sikurse e ka vonu ndalimin e ngrënies së mishit gomarit. Çka është interesante çka këtu? Hadithin që e transmeton për ndalimin e martesës përkohshme martesën muta, edhe ngrënien e mishit të gomarit e transmeton Aliu radhiyallahu anhu. Ndërsa shiat, edhe pse pretendojnë se e dojnë Aliun e transmetimet e tij, thashë që cilat janë këtë pralla, prap thënë se lejohet martesa muta dhe përkohshme, edhe dihet domosdoshmë është sinonim i tyre. Domosdoshmë si përmend shia çka kanë krye nërmen martesa e përkohshme. Ose është bos sinonim i tyre. Sikur se kënejna sunni, çka do të thonë sunni me pasu pejgamberin alayhis salatu, ose me qenë rregull namaz, për shembull. Ata e kanë shia po, martesa e përkohshme. E ndalesën e cila është ka ardhur në luftën e Hajberit që ndalohet martesa e përkohshme, transmeton Aliu radhiyallahu anhu, hadithi është Buhari dhe Muslim. Gjithashtu edhe ngrënia e gomarit, mishit gomarit të shtëpisë, sepse zebra, a është koli, a është gomar, kush e din? Me cilin është më afër? Zebra është gomar.
Nuk e dim biologji, po në sheriat është gomar, ama është gomar i egër. Ndërsa këto gomarët që janë për shtëpi, e thonë gomar i but, e çeta kanë ndalu pejgamberi alayhis salam me hongër mishin e tyre. Thash gomar na për shtëpi, nuk është për shëllim në shtëpia mrena, po në për orë. Amo që nuk janë në për fushë. Mirë. Thënë sahabët në luftën e Hajberit i kena pas end e mushna me mesht gomarit. Çka po çka me hongër? Thotë kur na ka ardhur ndalesa, e kemi derë mishin. Sikur huaj ka shku me thonë, hajtë veç edhe që ta. Veç edhe një herë ta bushi barkin edhe për t'i grave tani, për të pelon. S'ka, ndales. Kur ka ndalesa alkoolit, gotën nëse ka pas në dorë ka gjujt. Që këtë mund ka qenë edukimi i sahabëve që e kanë arrit të pejgamberi alayhis salam. Sot sa muslimani merren veç edhe shton ta bajnë tani në rishtonë. Veç edhe që të herë. Veç edhe që të t'i grave. Veç edhe një ditë. Veç edhe një ditë edhe mbuluna. Veç edhe një ditë edhe nisi me fol. Veç edhe një ditë. S'ka shkan kështu ditë nuk naren kur. Ndërsa sahabët tu e prit mishin, tu rritun kanë qenë. Tu e prit mishin me hangur, tu zin kazana. U ndalu mishi gomare, bravo, e kanë derdhë. Alkoolin në dorë, tu dosh me pi, u ndalu alkooli, e kanë derdhë. Gratë tu kthy prej pazarit në shtëpi. Ju ka orë lojmi se ka zbrita jeti mbulesës. Nuk ka thonë tisa që kejtë shpia e kepi një, dalë të shtunën pazare blen një, ose e gjojnë diqysh një, po që të rrëba që i kanë pas, me që kanë mujtë diçka me hjek edhe me pështjel kryt me të. Ku shukon për shami derin që të ko. Kjo është ajo regulli që besimtari duhet ma adhuru Allahun azza wa jall që të furë. E kupton urdhrin, e kupton dispozitën, s'ka me shty për nesër. Wallahi shty për nesër, ka më tarë mas nesër, ka më bojë nesërit. Pastaj nesërt, ajo dita e tretë ka më të bojë nesërit, e kështu nesërat kur nuk kanë munol, edhe desat vjen e nesër me adekës, edhe na s'kemi bo, kur farë, hapi se kemi qitë praktik në ato planën që e kemi bo. Disa prej mësimeve, lëzni që i marrim shkurtimisht për Kurani, se shkelja e marrëveshjeve kanë ndodhë me lehtësi për jo muslimanve. Ndërsa kur nuk kanë ndodhë një herë gjonën histori, kush dush le t'i rrej këtë historisë, kush dënë, ateist, panteist, monoteist, zjarpotist, hindist, qka do që tjetë, leta studion në historinë e pejgamberit alayhis salam, edhe le të vjen vetëm me një gjys fakti që një herë pejgamberi alayhis salam një vetë i ka shkel marrëveshjet. Kur s'ka ndodhë. As pejgamberi alayhis salam, as ata që kanë qenë të edukum në durët pejgamberit alayhis salam. Gjithmonë marrëveshjet janë shkel prej jo muslimanëve. Pastaj largëpamësia e pejgamberit alayhis salam. Marrëveshja e Hudejbis ka qenë e dhëmshme, e dini reagimin e Omerit. Mirë por largëpamësia e pejgamberit alayhis salam, se marrëveshja e Hudejbis ma jep mundësinë mua me neutralizu jahudit, me neutralizu edhe me demantu sulmet edhe përpjekjet për sulmen nga fiset që janë rreth Medinës, edhe me stabilizu verjen e Medinës, edhe jugun edhe lindjen e Medinës, edhe me mbet pastaj vetëm çështja e Mekës, domthonë kjo ka qenë largëpamësia e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Gjithashtu i dërguari Allahut nuk ishte i interesuar që me vazhdu marrëveshjen, sepse pejgamberi alayhis salam punoi për çdo ditë. Punoi për ditën që kur të ballafaqohet me banorët e Mekës, mi pas veç banorët e Mekës, me tjerë më kon rahat. Tjerë mi rahatu, ndërsa kur ti mesin vetëm Mekasit, mu marr vetëm me Mekasit. Edhe kështu ndodhi, i erdhi momenti, nuk e prishi marrëveshjen. Se mos të kishin prish marrëveshjen 10 vjet mushrik, 10 vjet kishmi nejt marrëveshje pejgamberi alayhis salam. Mi pa ta e prishin, tash erdhi momenti mu marr vetëm me banorët e Mekës, e tjerë ti rahatoj, edhe pikërisht mas së ngjarje pejgamberi alayhis salam përgatitet edhe jam syn Mekës në ngjarjen e madhe që quhet çlirimi i Mekës, të cilën do ta shohim në dersin e ardhshëm me lejen e Allahut lartësuar sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.